koha jonë akoma me vështirë. Që të më rrinim në ato kull, do të hape një bazament rreth 28 metra nga nivelli zero, do të betonoheshin këmbët dhe bazamentet e kullës, do ngrihej kulla provizore për thellimin e pusit deri në thellësinë 290 metra, deri në kuotën 310, duke filluar nga kuota e sipër me 590, dhe mbas thellimit të pusit, hiqej kulla provizore metalike e thellimit të puseve dhe montoi kulla betonarme. Sa i gjatë është kulla e... Kulla, dy kullat të dy puseve, se janë dy puse, pusi ndihmës dhe pusi kryesor. Ndihmës është ai i vogli, ë? Urdhër? Është ajo kulla që është më e vogël. Po, ajo më e vogla, 38 metra, mashallah. Po e madhja, zoti mirë? E madhja 57 metra. 57 metra. Dhe është futur për herë të parë në Shqipëri sistemi i ngritjes së mineraleve me vendosjen e impjantit ngritjes në majt kullës. Për këtë, objekti i minierës së Prenjësit është një nga objektet që është projektuar dhe ndërtuar me ndihmën e specialistëve kinezë. Specialistët kinezë erdhën në vitin 71, atëherë kur dhe unë jam emëruar në këtë minierë, shoqërues i tyre. Kemi filluar punë në janar të vitit 71. Ishte një grup i vogël prej 5 vetësh, që fillimisht na mësuan si të punojmë. Nuk fillonim punë pa futur ndriçimin në nën tokë, ujin për shpimin e lagur, plotësimin e kushteve të punës sipas rregullave teknike. Do të thënë parashikoi të ndërtojë një minierë me të gjitha proceset teknike teknologjike të mekanizuara. Gjatë kohës kur erdhën kinezët e parë, filloi dhe eksperimentimi i sistemeve të shfrytëzimit, që si rregull specialistët e dinë që sistemet e shfrytëzimit fillimisht eksperimentohen, pastaj vendosen dhe rekomandohen për zbatim. Ndërkohë, po në gjatë vitit dhe gjatë eksperimentimit, u eksperimentuan 3 lloj sistemesh, një grup nga specialistët shqiptarë, nga Drejtoria e Minierave në Ministri, miniera e Kornikelit Prenjës, dhe ndërmarrja e ndërtimit të minierave, quan specialistët e tyre, ndërkohë kemi qenë kryeinxhinieri i Drejtorisë Minierave, kryeinxhinieri i minierës Pishkash dhe unë kryeinxhinieri i kantierit të ndërtimit në Prenjës. Kemi shkuar në muajin shtator të 72-shit në Kinë, kemi vizituar dhe parë kullat dhe puset dhe minierat që do të ndërtoheshin të ngjashme me minierën e Prenjësit, dhe miratuam dhe projektin e hartuar nga pala kineze. Me thënë kështu, kur erdhën projektet në Durrës, ishte një zis plot me kuti me projekte. Ashtu, ha? Do me thënë, edhe ku ngule një gosht, ishte me projekt. Për herë të parë në atë minierë u fut tension i lartë në nën tokë. Nën tokë? Në nën tokë, tensioni 6 kV. Sa ishte nën toka, zoti mirë? Fillon dhe nga kuota 720 në Pishkash lartë dhe çdo 30 metra nga një galeri shoqëruese deri në kuotën 310. Ishte një hapje në vendosjen e 2 puseve në anën e fushës minerale. Kështu quhet në gjuhën teknike. Çfarë pasurie kishte Prenjasi në atë kohë? Dhe përse do të ndihmonin këto kulla të reja prej betonit në Prenjasi ishte objekt për furnizimin me lënë të parë të uzinës 12 në kombinatin metalurgjik Elbasan, për prodhimin e kobaltit, nikelit dhe çelikut. Ishin projektuar 2 miniera, Prenjasi dhe Gurikuq, me kapacitet goxhat lartë, Prenjasi me 500.000 tonë në vit dhe Gurikuq me 700.000 tonë në vit. Këto të dyja do përpunoheshin dhe do dilte kobalti në trajtën me një përqindje të nikelit 55%, e cila kalon dhe rafinim pastaj dhe dilte nikeli pastër me rreth 99% nikel, po i bie shkurt, dhe kobalti në trajt kripe. Për ndërtimin e gjithë këtij
kësaj miniere u angazhuan shumë ndërmarrje. Miniera e Kornikelit Pishkash si investitor, miniera e kantierit ndërtimit të minierave në Prenjës, pjesë e ndërmarrjes të ndërtimit minierave për gjithë Republikën në Tiranë, në Prenjës, ndërmarrja e ndërtimit Librasht, ndërmarrja e ndërtim montimeve Elbasan, ndërmarrja e ndërtim montimeve në Korçë, hidrogeologjia Tiranë, dhe projektet u hartuan nga Instituti i projektimit të minierave në Pekin, që ishte në përbërje të Ministrisë Metalurgjisë. Për sa vite u ndërtuan kullat? Kullat janë pjesa e fundit. Janë pjesa e fundit, si janë, si thua, o gjaku i shtëpisë. Aty, do me thënë, kulla është fundi i ndërtimit të minierës. Miniera u bën hapje me 2 faza, mbi nga kuotën e puseve e lartë deri në 720. Faza e parë dhe nga puse deri në kuotën 310, faza e dytë. Me një mori punimesh kapitale, horizontale, të pjerta dhe vertikale, me një teknologji shumë të përparuar, si në hapje, si në shfrytëzim, në një plasje masive që vënëm në atere, rrëzoj me njëherë 6.000 deri në 8.000 ton mineral. Ndërsa në gurin e kuqe, edhe më tepër, deri në 24.000 ton, vare nga trashësia e shtresës mineralizuar. Gjatë gjithë saj kohë që ju keni punuar në minierë dhe për minierët, shoqëroheshet edhe nga kinezët. Po, si ishte lidhja me kinezët? 5 kinezë. 5 kinezë. Pastaj arritëm në maksimum deri në 28 kinezë, për të cilët dhe ndërtua një hotel në Prenjës. Kati parë ishte Mencë dhe lojra ping-pongu e bilardo, kati dytë dhe i tretë ishin dhomat dhe sallat për takimet dhe të fjetjes specialistëve. Por, specialistët ishin për të gjitha fushat e minierave. Duke filluar nga nën toka, me profesionet e nën tokës, me profesionet në ndërtim montimit të pajisjeve në sipërfaqe, sepse sipërfaqja ishte shumë e madhe, me shumë objekte. Domethënë, ishte parashikuar që objektet sipërfaqësore të prodhonin mjetet e prodhimit të ujmierë. Skrepera, pistoleta, kolona. Dhe u angazhuan shumë. Sa e vështirë ishte të bisedoje me kinezët? Si merreshit vesh me kinezët? Fillimisht rusisht. Rusisht? Në gjuhën ruse. Pastaj atyre u vënë detyrë. Dhe sollën një përkthues në gjuhën shqipe. Por aty ishte edhe një nga specialistët më të mirë në botë, i specializuar në uralet e Rusisë, për shpërthimet masive. Jo shqiptar, kinez. Jo shqiptar, kinez. Ai që edhe si krye projektues. Pastaj posi kishte projektues të vetë, mekanikat të vetët, elektrikat të vetën, topografia specialistin e vetë, geologu specialitetin e vetë, ndërtim montimet sipërfaqësore kishin specialistët e tyre. Do më thënë, ndërtimi i në stacionave elektrik brenda galeri me seksione dhe madhësi të ndryshme, punoj me tension të lartë, 6 kV në nën tokë, si punojnë ajër minera. Të gjitha katet e kullave të Prenjasit kishin pajisje mekanike, mjete që për çfarë shërbenin? Kullat shërbenin njëra për hyrjen e materialit, e lëndës. Dhe daljen e njerëzve, të punëtorëve, dhe furnizimin me materiale. Po. Ndërsa tjetra ishte vetëm pus transporti. Me një transporti që quhet skip, me kapacitet 7 ton në një lëvizje, ishte thjesht për transportin e mineralit nga horizontet çdo 30 metra të minierës dhe i nxirrte në sipërfaqe. Mbi sipërfaqe ishte bunkeri i shkarkimit të skipit, nga bunkeri i shkarkimit të skipit kaloi në coptimin e trash, nga coptimi i trash në coptimin e mesëm dhe nga coptimi i mesëm në depon e produktit. Ato kulla, zoti Mio, janë të pavdekshme. Aty vinte garnitura e trenit që ngarkohej direkt në depo.
Në depo që pastaj e merrte treni dhe çonte çonte për metalurgjinë në Elbasan. Por çdo gjë, edhe mbushja e birrave të rrëzimit mineralit ishte e mekanizuar. Edhe shpimi, armatimi, të gjitha çdo gjë e mekanizuar, çdo gjë ishte me projekt. Në bisedat tona private, di nga ju që ndër të tjera dhe nga një kohë e vështirë, se nuk është kohë e lehtë të punosh edhe në minier, po edhe të punosh në një prenjas të ftohtë ku moti sot ka ndryshuar dhe është bërë më i ngrohtë, të kesh edhe familjen atje, pra ti jesh i vendosur për vite të tëra dhe të krijosh familje në një qytet si Prenjasi, di që keni kaluar në minier rreth 72 orë në ujë duke bërë çfarë?